flozni. Po bëni deklarimet dhe paguajni, jo vetëm paguajni njerëzit, po deklarojnë ato paga dhe pastaj kërkoni, çfarë mbështetje kërkoni ju? Çfarë mbështetje jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri? Çfarë mbështetje kërkoni? Çfarë mbështetje kërkoni ju? Juve duhet të mbështesni ne, jo të mbështesim ne ju. Çfarë mbështesim ne ju? Për çfarë do mbështesim ne ju? Për çfarë duhet ju mbështesim ne ju? Se kuptoj. Për çfarë mbështetje kërkoni ju? Juve jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri. Jeni sektori ku shfrytëzohen punojësit më shumë se në çdo sektor tjetër në Shqipëri. Dhe tani keni filluar ta kuptoni, pak si vonë, po keni filluar ta kuptoni që nuk luhet me punojësit se pastaj nuk gjen punonjës. Keni problem tani që mos ju ngelen ndërtimet pa bërë, shkundini mirë ato xhepa se i keni të fryrë shumë, edhe paguani punojësit, jepini 1.500-2.000 euro rrogën që të bëni punët. Ndryshe, do ngelin edhe më keq. Çfarë mbështetje ju japim ne juve? Çfarë mbështetje ju japim ne juve? Se, çfarë të flasësh ti? Ku të flasësh? Po jo, po s'është kaq demokratike kjo.